Fermerët e Divjakës kanë nisur vjeljen e qepës dhe patates së hershme, ndërsa kanë nisur hedhjen e tyre në treg. Qepët detyrojnë të shesi me 35 deri në 50 lekë për kilogram, ndërsa patatet 40 deri në 50 lekë për kilogram. Dhe për fermerët, ky çmim është nën kosto, duke mos mbuluar as shpenzimet. Fermerët thonë se penalizohen nga produktet e importit që shiten më lirë se sa prodhimet vendase. Kosto me çmime që janë këto me 500 lekë në leverdis. Se janë kostot më dha, jo spërkatja që janë këto. Po e shesim, që të bëjmë? Vjetët të të shqisim nga 10 kuntal, nga 15 kuntal në ditët, si vjetë sa me zi shesim 4 kuntal, 3 kuntal, se hy shumë malë jashëm. Edhe kështu që neve punojmë këtë. Konkuron gjithmonë tregu jashëm. Thonë që hynë nga jashtë dhe me një çmim më të favorshëm për klientët, kështu që vritemi ne, prodhuesit që jemi direkt. Kështu që se mund të shikohet nga instancat shtetërore, kjo bën gjatë mirë. Shumë prej tyre ende nuk kanë shitur pataten e vjeshtës, e cila rrezikon të dalë në treg me vetëm 20 lekë për kilogram. Fermerët angohen se tregtarët i marrin prodhime në parcela pa fatura, duke i penalizuar nga subvencionet e shtetit.